Në këtë rast përdornin gjithë nostalgjikët e komunizmit, kur donin të justifikonin se çfarë kishte bërë Mehmet Shehu me krimet gjakatare, thoshin që Enver Hoxha nuk e dinte se çfarë bënte Mehmeti. Dhe ajo tryeza aty nuk e di se çfarë bën Berisha. Din çdo gjë tjetër, pra ajo tryez nuk di se çfarë bën Flamur Noka, ajo tryez di se çfarë bën Albana Vokshi, e gjithë me radhë aty që janë kupola politike, por kur vete puna tek Sali Berisha, aty ju lidhet gjua, për thënë se cilët janë problemet. Nuk mund të ketë më një maskë hipokrizie dhe të aktorëve të shoqërisë civile, mendoj unë. Problemet e Partisë Demokratike janë probleme thellësisht politike. Nuk ka të bëjë me një menaxhim dhe nuk është përgjegjësia kryesore aty të keq menaxhimi i Flamur Nokës si po bën si sekretari i përgjithshëm. Flamur Noka bën çfarë i thon. Kushdo të ishte në ato pozita në njëjtën gjë do bënte. Në atë parti se si është strukturuar. Ajo parti ka dy probleme kryesore, të cilat janë thellësisht politike. E para është që ka një betejë me institucionin e drejtësisë i cili për fatin e mirë të shqiptarëve ka nivelin më të besueshëm pra institucionin SPAK. Dhe dyta që këta duan ta bëjnë sikur nuk ekziston, por në optikën time është thelbësore janë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që ka vetë Partia Demokratike. Partia Demokratike dhe vetë zoti Berisha. Nuk po hyn në elementet që janë të papëlqyeshëm, janë po njërat figura, këto janë perceptime. Dhe këto janë edhe analizë. Por këto dy janë çështje thelbësore pse opozita u nda në 2021-shin. Kjo ishte ndarja që psoi Partia Demokratike. Dhe këtë ndarje sot akoma nuk e ka kapërcyer. Dhe ajo tryez nuk prodhoi asnjë gjë politike. Prodhoi vetëm shenaja dhe tymnaja mediatik dhe nuk prodhoi në asnjë moment, unë nuk di që pati ndonjë rezume të atij takimi, çfarë arritën të thonin, çfarë konkluzioni prodhoi ky takim. E rëndësishme besoj do të ishte sigurisht atë tryez ishte ulur atje Lapaj, Arlin Qori, Agron Shehaj, ky mund të ishte një front i bashkuar opozitar apo jo? Mund të ishte, unë mendoj që duhet të ishte përtej, pra duhet të ishte dhe zoti Dashej, edhe zoti Ali Beaj, edhe grupi, edhe pse nuk kanë dalë pra nuk janë pjesë parlamentare grupi i zotit Basha, pra Euroatlantikët, pra unë po të marrë një sër elementësh. Në qoftë se këta do të ishin aty dhe përsëri ne do diskutojmë, do thoshim u bëm bashkë, por këto dy probleme janë ekzistenciale për politikën sot. Sepse karta që Rama fiton sot është se na mëngjesi deri në darkë Rama bërtiste unë jam njeriu që e mbështes drejtësinë dhe në anën tjetër thoshë si mund do ulemi ne me një person i cili është shpallur non grata. Nuk ndodh në botën europiane ku ne shkojmë, nuk ndodh atë marrëveshje diplomatike, kështu edhe që nga koha e Richelieu, diplomacia funksionon me bashkëpunime. Opozita sot për fatin e keq ka një njeri i cili që kur e ka marrë Partinë Demokratike nuk ka shkelur këmbë amerikani dhe këmbë perëndimori në atë seli. Tani më shumë se kaq është domethënë se kjo gjë, kështu që këta që nuk duan po takimet e përveçme që Belind Këlliçi apo deputet tjerë të Partisë Demokratike kanë zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo është parë si thyerje në ngërçin, ngrirjen e raportit të PD-s me amerikanët. Tani, në 35 vite ne jemi mësuar që shpeshherë aktorët politik shqiptar kanë përfituar dhe nga një foto që kanë bërë me përfaqësues të patjetër kongreseve amerikane apo senatet amerikan, se i vetmi politikan që ka shkelur shpinë e bardhë ka qenë vetëm Rugova, nga faktori shqiptar po them në këto 35 vite. Ka qenë i vetmi njeri që shëmbulltonte dhe dinte shumë mirë se çfarë ishte politika dhe e dinte shumë mirë se si të krijonte ura bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fotot të cilat bëjnë aktorët politik të Partisë Demokratike nuk thon asgjë. Sepse në krye të Partisë Demokratike dhe vetë Departamenti Amerikan i Shtetit flet me akte. Deri në këtë moment nuk kemi asnjë akt që të ndryshojë narrativa minimalisht e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjen non grata. Madje me dekretin e fundit ata i kanë ashpërsuar se nuk mjafton vetëm vendimi tashmë i Marco Rubio, sekretarit amerikan të shtetit, por duhet kaloj dhe në Kongres dhe në Senat. Është ashpërsuar akoma më shumë ky mekanizëm dhe është bërë akoma më shumë i pamundur për ta hequr këtë mekanizëm. Kështu që në këtë kontekst, këto foto
janë vetëm sa më shumë për konsum të brendshëm apo për të dhënë edhe për të mashtruar qoftë edhe ata militantët e verbër të Partisë Demokratike, por nuk kanë asnjë lidhje me atë se çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike. Edhe këtë për më shumë me dekretin që ka firmosur presidenti Trump, pretendohet që në Shqipëri të shtohen qoftë nga majoranca, por mund të ketë edhe nga opozita emra të tjerë cilët do të shpallen non grata. Pra, për herë të parë kemi një afat kohor krahasuar me administratat e tjera amerikane